Fenomeni i aborteve mbetet shqetësuese në Shqipëri edhe pse në shifra të përgjithshme shihet një rënje e lehtë. Sipas të dhënave zyrtare të bëra publike nga Instat, rezulton se gjatë vitit 2024 në Shqipëri janë regjistruar 180 aborte përkundër 1.000 lindje. Ndërkohë grupmosha më e prekur për të kryer aborte rezulton të jetë ajo 20 deri në 34 vjeç, e cila shënon edhe grupmoshën më riprodhuese të gruas. Abortet spontane përbëjnë numrin më të lartë me 84%, kundrejt atyre të provokuara me qëllim për të ndërprerë barrën. Kryesisht për arsye shëndetësore në 16% të rasteve. Shqetësim janë shifrat e aborteve te grupmoshat 15 deri në 19 vjeç. Për vitin që lan pas, vlerën më të lartë në këtë grupmosh e shënojnë 18 vjeçaret me 179 aborte për 1.000 lindje, ndryshe nga viti 2022. Të dhënat e Instat tregojnë se gratë të cilat janë të prirura për të kryer një abort rezultojnë në shumicën e rasteve të jenë ato me arsim të ulët, ndërkohë që përqindjen më të lartë të grave të cilat kryejnë aborte janë ato me statusin të martuara. Gjithsesi në 45% të rasteve, aborti rezulton të jetë i pasigurt.